Devre dyja qysh silën fund ka herë. E për shka ki lafi në Osman. Kush ke thonë që ma bjezoti me pi kafe në Sadri Plesnarit? Për dasha mirë, për hallegji, u dhe Sadris gjithmonë në kodirën qilë. Po dhe po. Ty a qelë derën gjithë kuj, tani po do të me nga për hysmet. Një me, Osman, a mujtë me kry farpune se vallohi hallet trupi rahat më bëhat. Hiç mos u bo marak Sadri. Hysmet pe zoti, sot mazdit e lëshojnë. Qashtu më thanë, edhe ta dish se ta kom hatrin, se për njerit lejnë dybe komën e kësha lupi e veni. Bo shajrë, edhe une s'ko me të harru kur. Për që ta, edhe vetë po ta qëtë më ardhë nënë, e me të kalëzue, që besa edhe me bu naj laf. Bo shajrë, se kësi heri mu ke gjinë. Une jam zemra huj gjithë morë o Sadri, e shumë kushi s'pa ma dikimetin mua. Po që po ta me të vetë, që o bomëre me atë farë becirin, si a keni pavon do to ka me i punua. Nuk dija sun, ko gjë mëti nuk e kumpo. E plagosi Hamiti bigojri hak. A thumore, aja pagujten atë varë atina jo. Nuk po dijet, a i ko hak Hamiti a ju. Po, që shtash, becirin ko gja ko kur që se kumpo. Po makia ka morë koçakt. Koçakt? Po nejse, e kështë diti se ti i jetos në koçak. Asman, këtu nuk jënë punë për neve. U tash nuk po muj me ditë që kanë punë koçakt me becirin. Mëse ka punë me punë të ligaj aty një? Sadri, para se me ecë, po të thëmë diçka, se me ty flasë shlirë. Dy vetë janë që kur që dihen fërkend, e izën tash se po të shukona. I s'pash për zotit, po kërgja si me mjegëll ma lekit farfjole. Pa plesnuat ti o Sadri?